Për të folur rreth aktualitetit politik në vend, duke nisur natyrisht nga rendi, sepse është siguria në rrugët tona, siguria e jetëve tona, e familjeve tona, ajo që na shqetëson së pari të gjithëve. Kam kënaqësinë të kem të ftuar në studio avokatin Spartak Ngjela, kryetari i Partisë Ligj e Drejtësi. Mirë se erdhët, zoti Ngjela. Përpara 2 ditësh keni postuar në Facebook disa teza shumë të forta për sa i përket rendit dhe sigurisë. Sot ishte edhe analiza e punës së vjeçare, por në fakt si u duket situata e rendit në vendin tonë? Ka një rënje e rendi sepse ka ndryshuar kjo formacioni i politik i drejtimit dhe kam përshtypjen që është shtuar agresiviteti i krimit sepse ndjej një kontradiksion midis pa eksperiencës së ministrit, mungesës së personalitetit të tij dhe ekspertizës. Mund të themi ekspert dhe kriminalist që ka ndjekjen e krimit brenda. Ka një diskordancë midis tyre, të cilin krimi nuk e analizon kështu si unë, por e kap me instinkt. Qartë. Ndaj, doja të pyesja, mendoni që kur mund të bjerë kjo kurb kriminaliteti, sepse kemi çdo ditë që dëgjojmë krime që nuk janë vetëm brenda familjes. Ka një farë justifikimi për krimin brenda familjes që policia nuk mund të parandaloj dot. Por është një krim që duket i mirë organizuar, vritet një burgosur në momentin që po kthehet në burg, gjë që keni shtjelluar ju. Sot i vjet Ritol, kryetarit Komunës Qendër, pra kur mund të kaloj kjo situatë? Ky krimi që e nuhat këtë situatë çoroditëse, do vi një moment që do kuptoj që gjërat po koordinohen, mendoni? Po ne nuk mund të flasim dot jashtë faktit, po shenja nuk janë të mira. E para, në një qeveri duhet të ketë personalitet në kuptimin e raport të saj me opinionin publik. Në qoftë se do kishte filluar lufta kundër krimit, duhej marrë masa që të mos ndodhin lirimet ndaj arrestimeve që kanë bërë. Se dhe kjo e ndihmon ke i bërësin, për mos të thënë krimin, se thotën paguaj, e dalë. Sepse ky segment është i shkëputur nga fryma politike me të cilën mendoje se do vinte kjo qeveri. Ne nuk jemi në gjendje të kuptojmë që kjo ka mungesë vullneti, apo mungesë aftësie. Por për rezultatin është e njëjta gjë. Për analistin është kjo, për rezultatin është e njëjta gjë. Rezultatet janë dobta. Le të shfojmë me tam me këto. Pra, ka 3 ingredient të fuqishëm që vinë dhe konvergojnë në një pikë. Është mungesa paaftësisë së qeverisë, ose ato themi eksperjenca, dhe kanë zgjedhur vetë atë rrugë. Është mungesa e një pushteti gjyqësor ose sistemi legal normal, bile janë 4. Është ajo që thamë për policinë, ajo kontradiksioni i brendshëm i policisë, por është edhe gjendja ekonomike që është ende në dekadencë, është në rënje. Dhe pesha e borxhit po kuptohet se po godet rënë të gjitha segmentet e shoqërisë. Ajo i jep gjallëri krimit gjithmonë. Sepse kuptohet, policia s'ka para, administrata s'ka para, s'ka as rroga bile, sistemi legal është i gjithë i ngritur me tension për të ruajtur vetveten nga abuzimi që ka pas bërë, dhe gjitha këto vinë dhe krijojnë një situatë të tillë të që shikon, sepse mos mendo që akmarrja është, mos mendo se ne kemi akmarrjen të barabartë me vendet e Europës. Akmarrja te ne është akoma psikologji dominuese. Mund të jenë mira, sa mund të jenë 1000, 2000 të ngujuar sot në Shqipëri. Është thënë ndonjë? Diçdo të thotë që je i ngujuar. Do të thotë që kërcënohesh nga dikush. Domethënë,
kërcënusi im është në rrugë dhe unë ri mbrojtur, atëre do më thënë... Një tjetër sfidë e pasgjidhur e këtij shteti. Një tjetër sfidë e pasgjidhur e këtij shteti. Të gjitha këto vinë dhe krijojnë optikën kriminale të dobësisë së shtetit dhe ai godet. Flasim pak për politikën. Ja, edhe njëherë, më falni, e kapën atë detonator, atë që ka vënë detonatorin? Jo, natyrisht që policia po punon për spartje. E kapën atë që bën këta atë zhurmën me prefektin e Vlorës? Ja. E kanë kapur atë tjetrën që ka vrarë gjyqtarin? Ja. Shiko, në qoftë se vritet një njeri dhe skapet kriminali, fillon një tronditje. Në qoftë se vritet i dytë dhe skapet kriminali, bëhet shqetësim, dhe në qoftë se vritet i treti dhe skapet autori, krijon qarje në shoqëri. Flasim për politikën, për politikbërjen dhe e nisim nga opozita, nga Partia Demokratike. Është në fazën e zgjedhjeve të brendshme. Në fakt, sot kryetari i Partisë Demokratike mblodhi grupin parlamentar sepse nisi dhe sesioni i ri parlamentar, duke ju thënë ne do të jemi zëri qytetarëve përballë qeverisjes Meta Rama. Si u duket opozita? Tezë populiste. Qytetarët i kanë zgjedhur aq sa ka qenë përqindja për të bërë politikë, për të qenë zëri qytetarëve. S'thua në gjë. Dhe politikën si po e bëjnë? Po bëjnë politikë? Më vjen shumë keq se dhe janë të djathtë. Tezë e vjetruar majtas. Nuk ka zë qytetare. Qytetarit ka deleguar pushtet me vot në vetë, ti do bësh politikë për interesat e shoqërisë. Shkas, nuk është problemi. Flasin qësim me stilemat e vjetra. Ju kanë ngelur stilemat e vjetra. Zëri qytetari, zëri popullit. Zëri popullit e kishëm në gazetë, këtu e ke prap gazetë. Nuk ka zëri popullit. Ishin të gjitha demagogji e kotë, ose të themi një eufori patologjike, një pushteti që mendonte se ishte zoti popullit. Problemi është që djatha nuk, ashtu sikur se dhe majta, që do vazhdojmë të diskutojmë, që del dhe reflekton të qeveria, nuk është politikani. Unë e kam thënë dhe një emision, nuk e di një fse, keni ndjekur që reformimi i Partisë Demokratike dhe i gjithë të djathës vjen që duhet kaluar nga psikologjia e liderit të psikologjia e politikanit. Kur nuk mund të bëhet do të lider, ky që është kryetari i Partisë Demokratike aktuale, sepse nuk ka karizëm. E para dhe çfarë ti duhet, përse i duhet? Përse? Sot duhet, fillojnë të mendojmë të dali të spikati grupi i politikanëve. Shikoni se ç'ndodh me qeverinë. S'ka politikan. Vetë kryeministri të të janë politikan. Marë i thonë, ka marrë fund loja. Të ndodh kriza e armëve kimike, prishja me Amerikën, kthimi mbrapa i një poje që i ke thënë deri te presidenti Amerikan. Të gjitha këto tregojnë që se politikan, mirë, ajo thot vetë se janë politikan. E kujton se e ka mburjet, po është rezultati këtu. Qartë. Pra, gjithë çështja është që edhe ky që po spikat do të shmanget politikanëve. E ka gabim, nuk mund ta bëj dot rigjenerimin në një partie. Edhe një herë, shikojeni me vëmendje. Saliu Berisha është autori i humbjes. Dhe ky ka dalë si kryetar nga gravitacioni i humbjes. Duhet ta kishte zgjidhur këtë. Gjithsesi jemi para faktit, do ketë mundësi të shëndoshet Partia Demokratike. Nuk kanë bërë kriticizmin e humbjes. Pret që ta bëjnë se do bëhet një analizë natyrisht. Por nuk e bëjnë dot sepse duhet thënë autori. Nuk thonë dot autori. Ndjoti dhe ju kam thënë edhe një herë tjetër, më duket këtu e kam thënë. Politika shkollë. Po jo jap shembullin. Sikur Ramiz Alia ti kishte rënë në Enver Hoxhës, do kishte vdekur president në Shqipëri. Laj era Saliu. Saliu, president. Pra, problemi këto janë rregulla strikte, nuk është problemi që i kemi ne në dorë, është skakjera e politikës që i kërkon kështu. Vim në këto raste, duhet vihet pika mi kush e solli këtë degradim të madh humbës. Dhe cilat janë arsyet? Dhe ato janë thënë, nuk është problemi se janë thënë. Tani ku është e keqja, sepse po të dalin tani dhe të bëjnë kriticizmin e aktivitetit të Berishës në lidhje me humbjen, dalin oponentët të tij që kanë thënë që në muajt e parë të qeverisjes.
se qeverisja e dytë e ti, 4 vjeçar i dytë nuk je i ti, ishte një artific si lindur nga e Majta. E mbajtje e Majta në pushtet për arsyet e veta nuk ka rëndësi fare, ne po flasim normalisht. Pra, a do ta bëj dot ky këtë, ta shikojmë. Në qoftë se ky nuk bën këtë, do tentoj patjetër të jetë nga lideri absolut do bjerë në pushtet. Pastaj senatorët e gjimnazeve, do kenë dhe këta Erion Velin e ti, e tyre, do ketë sepse atje që kanë mungesa aftësisë politike për të grupuar rreth vetes politikanë. Dhe këta kanë politikanë. Ky është një gjaliri, do t'i futet politikës, jo psikologjisë që do dal lider, nuk del do t'lider, ja u garantoj që tani, zbëhet do t'lider. Edhe sikur ta kishte karizmën për një lider, nuk do bëhet do se nuk e pranon kohën. Janë zhgënjur njerëzit, kanë kaluan 3 herë liderave. Qartë. Kalojmë pak tek e Majta, te Partia Socialiste. Duket se po përballet me një kundërshti. Le të themi ishte zëri vetëm i zotit Blushi, sot është zoti Legisi. Do të ngelen minore këto kundërshti sepse ngrihen për statutin brenda partisë për zgjedhjen e kryetarit, por ka dhe pak kënaqësi të tjera për mos përfshirjen e emrave që kanë kontribuar në këtë parti në qeverisje etj. Mendon që do ketë një kthim vëmendje që në këtë parti të merren seriozisht problemet e ngritura, apo do kaloj dhe kjo do sfumohet? Po kjo po ta shikosh me një vëmendje paksa politike, është konflikti midis politikanëve dhe aguridhëve, dhe jo politikanëve, që cilën mund të bëhen pas 15 vjetë të gjithëve, po se janë sot, e para. E dyta, mendoj se ndërkohë del shqetësimi i fundosjes. Kryeministët aktual po i bien në aksionet për ditë, dhe këto e kanë marrë në të gjitha aspektet e polleve, të sondazhe. Gjendja nuk e nxjerr dot. Prishja me marrëdhëniet me Amerikën e ka goditur e ka izoluar, e ky po shikon drejt lindjes. Ata e ndjejnë këtë si politikan dhe kanë filluar të lëvizin për treguar lëviz, do të lëvizim, se s'ka rrugë tjetër se mu mbasin pushtetin. Këtë ndjen edhe kryetari i Partisë Demokratike që idhe dhe thotë zëri i njerëzve. Duhet të kapi krizën aktuale, duhet të analizoj krizën aktuale dhe si e nxjerr ky krizën. Njerëzit nuk do të thonë që unë jam zëri i filanit. Nuk është problemi. Është problemi, kjo është një krizë, ne sot po shkojmë drejt izolimit politik. Ky kryeminist nuk po thritet më në perëndim. Mbas armëve kimike, mbas krizës armëve kimike, nuk po thritet më në perëndim. Pra është një lloj sikurse mbas krizës së Bukureshtit, nuk u thrit më Enver Hoxha fare në lindje, ngeli izoluar. Pra, këti ka mbetur sot, po të shikosh me mendje vetëm një kryeministër. Thaçi. Asgjë tjetër. Pra, çështja është që këtë izolim ky e di që se nxjerr dot, pase ky nuk e kupton, se thot vetë që janë politikanë, por këta që janë brenda kuptojnë. Dhe kanë përshtypjen që mirë kanë bërë, po duhet të jenë më të fortë. E para të punës politika është numër. Ata janë parlament. Shenjë të dobësia që nuk pranon të bëhen zgjedhje në parti. Është e turpshme. Është një parti e cila ka qenë avangard të një vizioni demokratik brenda vetes. Por kjo siç duket pas kishte qenë merit e Nanos. Nanua mirë keq tregoi që ishte kanë politikanët më liberal në kuptimin normal të fjalës. Pavarësisht që defekti i tij që nuk lejoi të krijojë një fluks politikanësh, e krijoi këtë gjendje, pavarësisht nga kjo, ajo është një parti që e ka mësuar dorëheqjen, rikthimin, mbarimin, i ka pasur natyrë që kanë ardhur nga Nanua. Pra, unë kam qenë opozit me të dhe i thosha këtyre tanëve, ore, po ky po na mëson politikë strukturave tona, po na nxjerr vështirësi, po ndjejmë vështirësi në mamura, si thosha. Po më thonë, ore, ju s'jeni politikan, ai është politikan. Dha një gjë të mirë në opinionin publik atëherë, të kuptohemi. Pra, çështja është që kjo sot nuk ekziston. Por brenda asaj partie, përderisa ka ekzistuar një herë, nuk mund ta heqësh, ti s'mund të heqësh dot votimin aty, pavarësisht që çove një njeri një vot, që ishte një nonsens. Këto mund të maten dot votimet. Fakti që nuk e bëjnë rifleksimin e leadershipit vet, tregon që ka frikë. Ka frikë sepse ka parë që i ka rënë pollet, ato janë të lidhura. Por kjo nuk do të thotë që ti mund të jesh sklav i postit tënd për të dëmtuar të ardhmen demokratike të partisë tënde dhe vetë vendit.
Ata duhet avancojnë për mendimin tim dhe kam përshtypjen që do avancojnë, do dalin dhe një tjetër, po nuk dim sa është numri. Pyetja është kjo që bëhet. Meta është më i fortë se ata. Atje janë 2 kryeministra, janë 4 ministra, në fluksi politik, i Partisë Socialiste dhe i të majtës vetë. Kurse Meta ka me njerëz spanjorit, cili për arsyetat veta ka dalë në skenën politike është histori tjetër. Po ku i gjen forcë Meta? Po të 17 deputet. Po këta s'kan 17 që të ndajnë pushtetet? Pra nuk ka gjë tjetër, është numër, është parlamentarizëm. Do ta bëjnë, kam përshtypjen do ta bëjnë sepse janë politikanë. Por si do të ndajnë, si do të arrijnë marrëveshjen, Rama duhet të kuptojë që në rast se nuk arrin, do vazhdoj akoma me defektin e vetë të kapacitetit politik. Se ka? Se kapaciteti politik është kompromisi. Kush s'ka Mendojnë që nuk është njëri kompromisit? Optikën e kompromisit, nuk ka kapacitet politik, është kompromisi, marrëveshja të folura direkte ndaj opinionit publik, ky se ka. Se ka, nuk ka të folur politik. Për shembull, Ruçi flet politikisht mirë se ai. Pra, çështja është pse nuk e ka, faktikisht se ka, deri tani në bashki nuk dukej ajo, se në bashki s'ka as konferencë shtypjes. Pra, çështja qëndron këtu, që çfarë do bëjnë ata, do ta ndajnë skakierën, do t'i ndajnë forcat, do bëhen 3 forca për të krijuar një qeveri, do futen politikanët e Partisë Socialiste të drejtojnë vendin apo do ta lënë me këta rinorët, nuk e di, shikojmë. Nesër është 21 janar, avokat, dhe 3 vjet më parë Shqipëria psoi një traumë nga ajo që ndodhi. Si e shikoni politikën shqiptare përballë përvjetorit të nesër dhe më pas do të pyes për shoqërinë shqiptare, është më e maturuar, reflekton apo është ajo që ka qenë? E nisim me politikën, si e shihni nesër? Po politikisht këta kanë gabuar me 21 janarin se s'kan bërë asnjë gjë deri tani. E kishin në epiqendër të gërdecin kanë pas në epiqendër edhe 21 janarin. Janë tronditet mëdha shoqërore, krim shtetëror. Dhe këta nuk po merren datë. Nuk ka rëndësi cila është arsyeja. Këta nuk po merren. Do të thotë që kanë abuzuar mbi vdekjen. Unë nesër nuk do shkoj në fest, në përkujtim. Po, e njoftova që fakti që shoh braktisja nuk marr pjesë, sepse nuk mund çfarë do të them? Më mirë, shkoj, gjesti është më i mirë se sa fjalë. Edhe ja po ja u njoftoj tani që unë mendoj që ka një tërheqje nga intencioni. Politika ka karakter intencional, është qëllim, dhe intencionet ishin vendosur, është në shëndoshe e gjendjes ekonomike, lufta e krimit dhe zbardhja e 21 janarit. 6 muaj nuk janë pak, ose 5 muaj nuk janë pak. Të paktën për të filluar, nuk ka filluar asgjë, nuk shohim asgjë dhe nuk ka një impenjim plot. Më shumë kërkohen, më shumë janë nisur drejt lejeve të ndërtimit, se sa drejt zbardhjes së vdekjeve. Është një gjendje e rëndë për politikën kjo, por natyrisht besoj se mund të jetë hera e fundit në politikën shqiptare që të jemi drejt kësaj kontradiksionit të brendshëm që është një kontradiksion në objekt për një politikë. Dhe shoqëria harojnë vdekjen dhe merren me lejet në ndërtimit, cilat aty janë. Zgjidhen, prishen, gjykat, ka shumë gjëra. Nuk ka seriozitet politik. Dhe shoqërinë si e gjen, si e shikon shoqërinë shqiptare? Kemi kaluar momentin. Shoqëria shqiptare është më maturuar. E tregoj vetëm në zgjedhjet e 23 qershorit që doli me 1 milion vota për të ndryshuar sistemin. Shpresoj, ka zhgënjim, natyrisht, dhe zhgënjimi është gjë e rëndë, por ka dhe pritje. Ata që po të jenë politikanë këta, ose Rama po thriti politikanët, me që thotë që s'janë politikanë, duhet ta shikoj që këtë pritjen tani të mbështetet e pritja, sepse të zhgënjuarit nuk kthehen më. Po ata që presin janë ata që kanë qenë më të themi fans të kësaj lëvizje opozitare, të atërshme. Është mira që të mos humbasi edhe pritësit, që s'është numëri i pakët, po duhet politik. Se do ta bëj, për qeveria s'ka PR. Kryeministri aktual mendon se bën ai PR-in, po ai nuk ka gjuhë.
nuk ka gjykim. Flet jashtë sensit të gjykimit politik, dhe kjo nuk e bindë shoqërinë. Por ata që presin mund t'jenë më të maturit, po i humbe dhe ata ke humbur gjithçka. Politika e brendshme e Partisë Socialiste, sidomos në parlament, duhet rigjallërohet. Dua ta mbyll me thënien e fundit dhe një koment fundit, më bëri përshtypje tek postimi që bët para 3 ditësh. Koha po tregon se pas kemi votuar për asgjë dhe jepni një metaforë. Unë do ta ndaj me shikuesin. Në lagjen time u bë një dasëm, shkruan avokat Ngjela, zhurmë e madhe, dhëndri quaj Sinan. Në mëngjes pyeta dasmorët se kë kishte marrë Sinani për grua. Ata mu përgjigjën një zëri, atë që kishte pasur. S'ka gjë thash me vete, jeta vazhdon po një lloj, po pse na bën kaq shumë zhurmë. Ky Sinani në metaforë do vazhdoj të martohet me të njëjtën grua, po ndonjë ditë... Nuk ka ndryshuar gjendja. Ndonjë ditë do bëj një dasëm me gruan tjetër. Shpreson që do të... Si rregull këtu, vazhdimisht një herë në 4 ose 8 vjet martohet Sinani, po merr përsëri atë që ka pasur. Atë po them, ka shpresë që të marri tjetrën apo jo? Është humanizëm nga ana e Sinanit. Apo është nevojë për sundim, këtë nuk e di. Qartë, avokat ju falenderoj shumë. Ishim në studio me avokat Spartak Ngjela.